Për të torë nuk u bë gati, por ndërkohë Federata Shqiptare e Futbollit mendon që stadiumi Loro Borishi do të përfundojë në muajin nëntor. Për këtë arsye, edhe për ta testuar atë, mendohet që pikërisht për të bërë inaugurimin e tij, zhvillohet një ndeshje ndërkombëtare mes Vllaznisë dhe një ekipi të huaj me emër. Kjo është ideja paraprake e asaj çfarë dëgjohet në ambientet e këtij impjanti sportiv ku punohet. Megjithatë, asgjë nuk është zyrtare, edhe nga që askush nuk komunikon asgjë. Ideja është e tillë: Vllaznia të luajë në nëntor ndaj një ekipi Ballkanas, por pse jo, edhe ndonjë ekipi italian, pikërisht në momentet e ndërprerjes së kampionateve për shkak të ndeshjeve që mund të luajnë ekipet kombëtare. Nga ana tjetër, ka edhe dyshime nëse stadiumi do të bëhet gati edhe për nëntorin, pasi u dogj afati i parë. Tashmë pritet të shohim nëse do të hapet afati i dytë. Pamjet tregojnë se ka ende shumë punë për të bërë. 2 tribunat e reja kanë avancuar jo pak, por duhet ende edhe shumë punë për të mbaruar. Po ashtu, edhe rekonstruksioni i 2 tribunave të vjetra do punë, ndërsa ajo që është më kryesorja, me tapetin e fushës, ende askush nuk ka filluar të merret. Sa më vonë të shkojë fillimi i shtrimit të tij, aq më problem do jetë, nga që do fillojnë shirat dhe ato ndikojnë në ngjitjen e tij me bazamentin e tokës. Shpresat ekzistojnë që të paktën në nëntor stadiumi të mbarojë dhe inaugurimi i tij të bëhet me një ndeshje të madhe të Vllaznisë përballë një kundërshtari të fortë.